Biznesmeni Pëllum Gjokaj akuzuar për krime të rënda në kuadër të dosjes Metamorfoza, u toroq në gjykatën e posaçme nga kërkesa për gjykim të shkurtuar. Kërkesa u bë në seancën e së njëjtës nga avokati i tij Gurali Brahimllari, i cili argumentoi se në gjendje që anë akte çështja nuk mund të zgjidhet. Avokati u ndal edhe në vendimin e gjykatës kushtetuese, lidhur me përgjimet në Sky ECC, një vendim që nuk i dha zgjidhje përfundimtare çështjes që lidhet me ligjshmërinë ose jo të komunikimeve. Nga kushtetuesja, kemi një vendim, as mish as peshk, tha Brahimllari. Edhe shoferi i Pëllum Gjokës Edmond Preka po ashtu i pandehur në të njëjtën dosje hoqi dorë nga kërkesa për gjykimin me procedurë të përshpejtuar, çka u jepte atyre mundësinë të përfitonin ulje të dënimit, nëse cilësoheshin fajtor nga gjykata. Të pandehurit e tjerë ish prokurori Xhevair Lita, ish shefi forcës së posaçme operacionale Oltion Bistri dhe ish oficeri i policisë Ardit Hasanbega, si dhe Asmer Bilali e Behar Bajri, i qëndruan besnik kërkesës së tyre për gjykim të shkurtuar. Gjykata vendosi t'i jap kohë vetes me qëllim që të shprehet lidhur me këtë kërkesë dhe pritet që vendimin ta shpallë më 23 prill. Në kuadër të dosjes Metamorfoza nga zbërthimi i aplikacionit Sky ECC, u goditën disa grupe kriminale dhe u zbardhën krime të rënda, si vrasje apo atentate mafioze.